Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e diel 4 janar 2026. Dashi. Një ditë që nis mjaft mirë, edhe nëse priten shpenzime të vogla apo një defekt për t'u riparuar. Temperamenti juaj i gjallë ka një mënyrë për t'u shprehur me shumë dëshirë. Demi. Nxitni kreativitetin, por ju duhet të planifikoni lëvizjet tuaja tani. Nëse diçka nuk është në rregull, flisni sot. Binjakët. Mundohuni të mos derdhni ankthë në dashuri. Shpenzimet në rritje, kërkoni një mënyrë për të balancuar të ardhurat tuaja. Gaforia. Marrëdhënia e padobishme do të prishet, nëse duhet të bëni një zgjedhje midis dy personave do të thoni së shpejti se si mendoni. Pak sens i përbashkët do të ndihmojë në shmangjen e një problemi me paratë. Luani. Bëhuni gati për të luftuar sepse edhe nëse idetë tuaja janë të mira dhe keni atë që duhet për të pohuar veten, dikush do të përpiqet të pretendojë se nuk ekzistoni ose të mos i marrë parasysh fjalët tuaja. Virgjëresha. Ju mund të merrni lajme të mira ose një ofertë nëse keni ndërmend të shisni, plane të mira në çift, takime me miq të këndshëm. Peshorja. Do të dëshironi të aratiseni, por do të jeni edhe të ngurtë, kërkues dhe për një herë do të mund të imponoheni siç duhet. Jeni shumë në ankth, nuk mund të flini sonte sepse mendoni për gjithçka që duhet të bëni nesër. Akrepi. Disa leke më pak shqetësime. Në dashuri ndjeheni dik kundër ose nuk e kuptoni. Shigjetari. Nëse ka pasur një debat dashurie, është e mundur të bëhet paqe, përveç nëse marrëdhënia është shumë e oksiduar. Mos merrni iniciativa që sjellin shpenzime të tepërta. Britsjapi. Kushtojini vëmendje aftësisë fizike dhe veçanërisht fytit, mos e ekspozoni veten ndaj ndryshimeve të papritura të temperaturës. Këto ditë është më mirë të mos bëni shumë, distancohuni nga njerëzit që mund t'ju ofendojnë. Ujori. Foto shumë e bukur e ditës, me të vërtetë edhe emocionuese. Ndiqni instinktin tuaj, ditë pozitive për takime, zgjidhje të ardhshme, aleanca të reja. Peshqit. Përjetoni emocionet më të mira pranë njerëzve të rinj. Shëndeti është i mirë, por është i nevojshëm një kontroll në dhembe. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.